Ne sot jemi të fol ende për standardet bazike të sigurisë në punë, që nuk kuptojnë punëtori mi pas çizmet kundër gozhdave dhe helmetën kundër mosmerat e shlica në kokë. Kjo na ndodh për shkak të një korrupsioni masiv dhe një përfitimi masiv, të cilën shkelësit e të drejtave të punëtorëve e bojnë në kurrez të sigurisë të punëtorëve dhe në kurrez të djersës së punëtorëve. Është fatkeqësi që shumë vite pas shpalljes së pavarësisë, shumë vite pasi që ne kemi ndërtuar institucione, ne vazhdojmë me fol për rregullat bazike të sigurisë të shëndetit në punë, rregullat bazike të ndërtimit të marrëdhënies të punës. Pra, Kosova është dashur me fol sot për orët shtesë të cilat gratë duhet mi marrë në pushim për me marrë gjithdhënie, është dashur me fol për trajtimet e veçanta psikologjike, psikiatrike për traumat të cilat punëtorët mund mi pas gjatë orëve të punës, në standardet të cilat vendet evropiane janë duke i zbatuar në raport me drejtat e punëtorëve. Ne sot jemi të fol ende për standardet bazike të sigurisë në punë, që nuk kuptojnë punëtori mi pas çizmet kundër gozhdave dhe helmetën kundër mosmerat e shlica në kokë. Pse na ndodh kjo? Kjo nuk na ndodh për shkak të mungesës së trajnimeve dhe mungesës së vetdijes. Kjo është e kuptueshme dhe do të mu konstatu në vazhdimsi. Kjo na ndodh për shkak të një korrupsioni masiv dhe një përfitimi masiv, të cilën shkelësit e të drejtave të punëtorëve e bojnë në kurrez të sigurisë të punëtorëve dhe në kurrez të djersës së punëtorëve. Shteti është i pafuqishëm për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit me imponu zbatimin e ligjit. Pra na ligjet i kemi, edhe pse ligji i punës është pak i vjetër dhe nuk është ende në harmoni me legjislacionin evropian, megjithatë bazën ligjore e kemi deri diku të ndërtuar. Mirë po, zbatimi konstatohet i dështuar në hapat e parë. Pse? Sepse ka përfitim shumë madh financiar. Dhe nuk është sekret. Mund me pa në shumicën e ndërtimeve të cilat zhvillohen ndërtimeve të kolektive. Ku nis problemi? Nuk është vetëm inspektoriati i punës. Është një mori institucione shtetit të cilat duhet të sigurohen që ligji me u zbatu. Një ndërtesë kolektive, e cila ndërtohet nën autoritetin e inspektoriatit të ndërtimit në komunë, nuk mundet mu ndërtu pa i përmbush elementet bazike të sigurisë së vendpunishtës. Çka janë ato? Janë vendosja e pilotave që këta ndërtuesi quajnë. Çka janë pilotët? Pilotat janë kosto minimale 200 dhe 300.000 euro para se me u nis ndërtimi. Vendosën para se me nis bolduzheri me hy me grupuat. Dhe kompanit i shmangën kësaj. Pse? Sepse nuk e kanë ngajle ashambet dhe u nxën shoferin e ekskavatorit, sepse po i kursejnë 300.000 euro. Pse nuk e kanë ngajle? Sepse në momentin kur e nxën punëtorin, krejt thojnë e pa taksirat. Dhe kompania pështon me naj dënim me kusht, me gjob, eventualisht me naj vjet burg. Po jo me sekuestrim pasurisë, jo me shkelje, jo me trajtim të këtë rasteve të tjera ku ai ka përfitu këtu 300.000 euro herë 300.000 euro herë 300.000 euro ku nuk i ka vendos pilotat dhe ka bo tash edhe shpërlamet pareve. Dhe kjo është elementi fillestar. Pra përfitimi është shumë i madh në raport me sigurinë e vendpunishtës. E dyta është mos pagesa e tatimeve, mos pagesa e kontributeve. Dhe kjo është element shumë i rëndësishëm, po ashtu kompanitë kursejnë miliona euro, të mos i deklaru punëtorët dhe tu i obliguata me punu orë shtesë jashtë orarit dhe elementeve të tjera. Dhe ky kompromis me sigurinë e vendpunishtëve ju sjell miliona përfitime këtyre kompanive, të cilat nuk e kanë problem pastaj me i kthy edhe me i investu në politikë. Vitin e kaluar kur kemi bërë debatet zgjedhore, kemi pyet asamblet komunale, sa prej ndërtuesve synojnë me u bë asamblesë. Na ka dhënë numër bukur i madh. Sepse ka një tendencë që këta njerëz që janë zotrues të pronave, të ndërtimeve, të vendpunishtëve, më u shndrum politikan. Elementi tjetër, hala ma problematik, është investimet e shtetit. Ne ende nuk kemi standard të sigurisë të shëndetit punë në vendpunishtët e shtetit. Në vendpunishtët ku na pagujmë taksa. Çka nuk kupton kjo? Secili qytetar i cili vozit në rrugët e Kosovës është i rrezikuar pe investimeve të shtetit. Sepse vendpunishtët nuk janë rrethuar sipas standardeve. Tregonum ju nëse keni pa në rrugët të cilat janë të ndërtu, shenja qysh do të mos sill punëtorët skaj rrugëve, skaj urave. A ka skela skaj urave? A janë të zbatu standardet minimale të sigurisë në vendpunishtët të cilat janë të investu mjetet e shtetit? Jo. Sepse vetë shteti pranon me i qu zyrtarët
me pranu punë të cilat kryen pa i zbatu rregullat e sigurisë dhe të shëndetit në punë. Dhe kjo është problematikë e cila neve po na shoqëron që 26 vite dhe të cilën synojmë me zbatu me aksione. Siguria e punëtorit nuk zbatohet me aksione. Ajo zbatohet me rregulla strikte, të cilat në mënyrë konsistente implementohen prej secilit prej nesh. Prej secilit që ka marrëdhënie pune një person i cili ka me kry punë, po edhe prej secilit të vetë punësuar. Pra do të me kuptu që na nuk kemi të drejtë me hyp në kulm të shtëpisë me ndru tjegullat nëse na nuk di me bëhat punë. Sepse edhe atëherë jemi përgjegjës para ligjit dhe kemi rrezikuar shëndetin dhe sigurinë tonë punës. Dhe këto masa në vendin tonë vazhdojnë mos me qenë të zbatuara. Pse është problematik fakti që në vend punishtet, që i ka vizituar inspektorati gjendën shkelje për me mbyll. Pra numrin 123 ose 5 janë shkelje të rënda, të cilat të obligojnë me mshel komplet.